Ambasada amerikane në Irak po përgatitet për një urdhër të mundshëm evakuimi për shkak të rreziqeve në rritje të sigurisë për amerikanët në rajonin e gjerë. Lajmi konfirmohet nga agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar një zyrtar irakian dhe një burim amerikan të informuar mirë. Më herët gjatë ditës së sotme, ministri i mbrojtjes iraniane tha se Teherani do të sulmoj bazat amerikane në rajon nëse negociatat me Washingtonin mbi programin bërthamor të Iranit dështojnë. Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një evakuim të pjesëshëm të ambasadës së tyre në Irak dhe do të lejoj personat në varësi të ushtrisë të largohen nga vendet përreth lindjes së mesme për shkak të rreziqeve të rritura të sigurisë në rajon, thanë të mërkurën burimet amerikane dhe irakiane. Burimet nuk specifikuan se cilat rreziqe sigurie kishin nxitur vendimin për evakuimin dhe Departamenti i Shtetit nuk ju përgjigj një kërkese për koment. Çmimet e naftës ndërkohë u rritën pas raportimit të evakuimit. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht se do ta godasë Iranin nëse bisedimet mbi programin e tij bërthamor dështojnë dhe të mërkurën ai tha se po bëhet gjithnjë më pak i sigurt se Teherani do të bjerë dakord të ndalojë pasurimin e uraniumit, një kërkesë kyçe amerikane. Ministri iranian i mbrojtjes tha gjithashtu të mërkurën se Irani do të hakmerret kundër bazave amerikane në rajon nëse bisedimet bërthamore dështojnë dhe ai nënshtrohet sulmeve.